si gjaku i një ekonomie. Asgjë s'ndikon më shumë direkt tek xhepat e qytetarëve se nafta. Ndjeshmëria, mungesa e ndjeshmërisë qeverisë ndaj këtij faktori ngjitet në nivel kriminal. Si mund të justifikohesh para qytetarëve tu kur ti vendos taksën më të lartë në botë, më të lartë se Singapori, më të lartë se Hong Kongu. 61% të çmimit të naftës e përcakton taksa. Dhe në qoftë se e proporcionon me të ardhurat, një gjerman shpenzon për naftën 1,25% të të ardhurave ditore. Një shqiptar shpenzon për naftën 7,3% të të ardhurave ditore, 7 herë më shumë, 6 herë më shumë. Tokat djerë po shtohen. Bagtit theren sepse çmimi i ushqimit bagtive rritet. Të gjitha këto sirena që vjen injorohen në mënyrën më të papërgjegjshme nga Edi Rama. Kemi 2 vende për rreth. Nuk po marrim asnjë shembull tjetër, po i lam dhe proporcionet. Kemi Kosovën dhe Maqedoninë. Ne duhet vendosim